Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë në fakt me një rrëfim tronditës nga aktori i njohur shqiptar Rezart Veleshnja. Rezarti ka qenë edhe ish banor i Big Brother VIP Kosovës. Aktori na ka tronditur me një rrëfim se çfarë ka bërë fama në jetën e tij dhe se sa në fakt ka ndikuar fama në jetën e tij. Aktori i njohur Rezart Veleshnja është rikthyer me një rrëfim të fortë personal, duke treguar për herë të parë arsyet që e larguan nga ekrani dhe pasojat e famës që sipas tij e kanë dëmtuar thellë. Në një deklaratë të gjatë dhe emocionale, Veleshnja u shpreh se fama e ka tërhequr në një realitet të rrezikshëm, ku njerëz të botës së drogës dhe individ me interesa të dyshimta kanë tentuar ta përdorin emrin edhe figurën e tij për të normalizuar sjellje destruktive tek të rinjt. Ai thot kështu: "Un kam qenë viktimë e suksesit tim. Pesha e famës është e rëndë, sidomos kur je i ri. Disa njerëz nuk të duan ty, por duan të reklamojnë veten përmes teje." Aktori tregoi se presioni dhe ndikimet e gabuara e çuan drejt një periudhe shumë të vështirë, duke theksuar se shumë nga ata që i qëndronin pranë në momentet e kulmit të famës u zhdukën sapo ai u tërhoq nga televizioni. Kur statusi fiket, thot Veleshnja, ti shes se e vetmja gjë që mbetet është familja. Por nuk ndalon me kaq, duke shtuar se vetëm ajo qëndroi në krahët e tij në periudhat më të errta të jetës së tij. Ai ndaloi edhe tek fenomeni i përhapjes së drogës tek të rinjt, duke e lidhur me mungesën e mundësive, mbështetjes familjare dhe sistemit arsimor. Çfarë po i ofrojmë rinisë shqiptare, thot Veleshnja, si të mos e mbys depresionin me drog njeri që nuk ka alternativë, u shpreh aktori. Në fund Veleshnja thot, u dha një mesazh të drejtë për drejtë artistëve të rinj dhe atyre që sot përballen me presionin e famës. Do të thonë se kështu është jeta e artistit, mos u beso. Sepse nesër mund të jesh edhe ti ai që do të tregojnë me gisht. Unë vendosa ta them të vërtetën time. Ai thot kështu: unë jam Rezart Veleshnja. Sot pas kaq kohësh larg ekranit, mendoj se ka ardhur koha t'ju tregoj diçka që se kam thënë dot më parë. Unë kam qenë viktimë e suksesit tim. E di që tingëllon si justifikim, por nuk është justifikim. Është e vërteta. Ata që e kanë provuar e din. Pesha e famës është e rëndë, sidomos kur ti je i ri. Euforia të merr me vete. Njerëzit të flasin në rrugë, të ndalojnë, duan foto, duan të ulesh në për tavolina me ta, dhe ty të pëlqen kjo gjë. Të pëlqen kur të adhurojnë. Por ajo që nuk kupton në atë moment është se kur je në televizor, disa njerëz duan edhe të përdorin. Jo të gjithë, por disa. Sidomos ata që merren me botën e drogës. Ata kanë interes të përfshin njerëz të artit, të sportit, të politikës. Jo se u duen këta njerëz, por u duhet fama e tyre. U duhet për ta shitur jetën e tyre, si në normale. Për t'i thënë rinis, ja, kështu jetojnë të gjithë. Dhe ti e beson pa e kuptuar. Të thonë, kështu është jeta e artistit, jeta e showbizit, jeta e televizionit. Të gjithë marrin edhe filani, edhe filania. Dhe ti bie brenda, sepse atëherë nuk e shikon dot që këta njerëz nuk të duan ty. Duan të reklamojnë veten e tyre përmes teje. Kam kaluar disa vite në Holland. E dini që Holanda është një nga pikat kryesore të hyrjes së drogës në Europë, thot. Rotterdami, vetëm se rinia holandeze nuk është e varur nga droga si rinia shqiptare. E kam pyetur veten shpesh pse. Edhe porti Durrësit sot nuk ngelet pas Rotterdamit,
por ne nuk kemi prindërit holandez, as shkollat holandeze, as mundësit holandeze. Çfarë po i ofrohet rinisë shqiptare? Çfarë mundësisht ka një i ri që të mos e mbys depresionin me drogë, që të mos i mbaj gjallë ëndrat me pluhur të bardhë? Kostot e famës janë të mëdha shumë, morale, familjare dhe personale, dhe kur ikën nga ekrani, ata njerëz që dikur të merrnin për krahu, që thonin je i yni, zhduken. Nuk u duhesh më, nuk të kërkon njeri sepse nuk të ka ndashur ty, ka ndashur statusin tënd. Dhe kur statusi fiket, ti sheh se je e vetmja gjë që mbetet është familja jote. Shpesh familja është e vetmja gjë që të mban. Kam një mesazh për artistët që sot janë në rrugën ku isha unë, për brezin tim apo për të rinjtët që sapo nisin. Kur ngrihesh vet, kur e prek famën, do shohësh shumë njerëz që duan të përfitojnë prej teje. Do të thonë se kështu është jeta, kështu bëjnë artistët, mos beso. Sepse nesër mund të jesh edhe ti ai që do ta tregojnë vendin me gisht, siç më treguan mua, vetëm se unë vendosa të them vet, sepse më mirë e vërteta ime se sa versionet e tyre për mua. Ky ka qenë rrëfimi i Rezard Veleshnjës.